fatkeqësi në xhamiat në shtëpiat e Allahut xhalla xhelaluhu dhe duke përmirësuar ato vazhdimisht dhe duke u munduar të cekim disa vlera për të cilët kanë ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo padyshim se ato janë këshillat më të merituara, të cilat janë të shquara nga fjalët e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ndër gabimet për të cilën o vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kushtoi shumë rëndësi asaj në hadithet e njohura të tij është mos plotësimi i safit dhe mos rreshtimi i rreshtave në xhami, në shtëpinë e Allahut xhalla xhelaluhu ashtu sikur që duhet. Dhe kjo është nga porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij që transmeton Imam Buhariu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sawu sufuf", drejtoni safat dhe rreshtet e juaj mirë, fa inna taswiyat as-sufufi min tamam as-salat. Për arsye se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, drejtimi dhe plotësimi i safave është nga përsosshmëria e namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër na jep këtë këshill për këtë rëndësi të madhe, për arsye se është një ndër përsosshmëritë e namazit ton që na të i plotësojmë safat tona dhe të i radhisim ato radhazi dhe rreshtat ton mirë, për arsye se kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që na si musliman mos të jem shkak që ndoshta në to të zbret hidhrimi Allahut xhalla xhelaluhu e të na ndryshon dhe të na çrregullohen zemrat tona, vetëm se ndoshta nuk i kemi plotësuar rreshtat ashtu si Allahu xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Dawudi dhe Imam Nesaiu, Imam Ahmedi, nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, njashtu nga Jabir ibn Samura radiallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Atimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yali", tha plotësonja safin e parë, rreshtin e parë dhe pastaj ai i cili vijon pas. Por gjithherë kështu porosit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër që na ta plotësojmë safin ton. Përse të plotësohet safi? Për arsye se kjo është rreshtimi për të cilën e vlerëson të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nga safi i parë. Dhe për shkak se ky rreshtim kishte vlerë të madhe, kjo është vëllezër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi dhe na lajmëroi në hadithin pra që transmeton Abu Dawudi, Nesaiu dhe Imam Ahmedi nga Jabir ibn Samura radiallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala tasaffuna kama tasaffu al-malaika", a nuk drejtohi ashtu sikur që drejtohen melaqet te Allahu xhalla xhelaluhu? E thanë: "O i dërguari i Allahut, e si drejtohen dhe si rreshtohen melaqet te Allahu xhalla xhelaluhu te Zoti i tyre?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yutimuna as-sufuf al-awwal thumma yatarassuna fi as-saf." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha melaqet e Allahu xhalla xhelaluhu te Allahu dhul xhelal, ato i rreshtojnë dhe i plotësojnë safat e tyre të parin dhe rreshtazi, sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, plotësonja safin e parë dhe pastaj ati cili vijon dhe pastaj ati cili vijon e kështu me radhë. Fa in kana fihi naqsun falyakun fi as-saff al-mu'akhir. Nëse ka mangësi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le të jetë në safin e fundit dhe në rreshtin e fundit, e mos të jetë mangësia në rreshtin e parë dhe në safin e parë. Por kjo është porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër dëshironte që të na jep këtë vlerë të madhe, që të radhitemi na si musliman në adhurimin ton që Allahu xhalla xhelaluhu ja kushtojmë, dhe në ibadetin ton të radhitemi ashtu si u radhiteshin melaqet në safat e tyre të Zoti i tyre. Dhe kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ato ishin të cilët u radhiqshin fort mirë në saf dhe nuk linin zbrashti të tyre në saf, por plotësonin ato mirë
edhe kjo ishte një veçuri që Allahu xhelle xhelaluhu këtë veçuri i adhuroi ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e Sahih Muslimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Hudhaifa tha: Fuddilna ala nasi bi thalath. Tha jemi të vlerësuar mbi njerëzit të tjerë me 3 gjëra, dhe njërën prej tyre e ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaike. Tha janë bërë rreshtat e tonë, safat e tona, sikur safat e melaqeve, të cilët rreshtohen te Allahu xhelle xhelaluhu, rreshtazi me safat të rreshtuara mirë. Po kjo porosi, o vëllezër, kur vjen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dëshiron kështu në këtë drejtim që na të plotësojmë, për shkak se ka vlerë të madhe plotësimi që nga safi i parë. Dhe vlerë të madhe ka rreshtimi bukur, mirë, edhe të drejtohet mirë safi i parë, se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha: "Law ya'lamu an-nasa ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të dinin njerëzit se çfarë vlere ka safi i parë dhe pastaj nuk gjejnë diç tjetër mënyrë për të marrë pjesë në safin e parë dhe për të urradhitur në safin e parë, por vetëm se të hudhin shortën mes veti, tha ato do të hudhnin short se kush zën vend në safin e parë. Për arsye se është një ndër safat dhe rreshtat më të vlerësuara për burrat, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, safi i parë. Dhe kjo është vlera, o vëllezër, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kushtonte shumë rëndësi radhitjes së safave të muslimanëve që nga rreshti i parë, pastaj tjetri, që mos të jesh shkak që të pengojsh dikonin ti në xhami, pra të rreshtohemi që nga safi i parë që në fillim. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur dilte në namaz, e kishte nga adeti i tij dhe zakoni i tij që të kthehej me fytyrën e tij nga xhamati dhe shokët e tij dhe i porositte që të i drejtojnë safat e tyre. Dhe Imam Buhariu, vëllezër, në librin e tij vendosi një kapitull dhe emërtoi këtë kapitull kështu dhe tha: Bab iqbalul imami ala an-nas 'inda taswiyati as-sufuf. Tha kapitulli i drejtimit të imamit nga xhamati në rregullimin e rreshtave dhe safave të tyre. Kur të rregullohen safat, kur të mbushen dhe të drejtohen dhe të rreshtohen mirë, është detyrë e imamit që ai të kthehet nga xhamati dhe të shikon xhamatin mirë, ai kanë plotësuar safin, ai kanë rreshtuar safin mirë, ai janë drejtuar mirë e kështu me radhë. Kjo ishte nga zakoni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin pra më një herë Imam Buhariu që e solli nën këtë kapitull tha, transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi dhe tha: Aqimu s-sufufa wa tarasu. Tha drejtoni safet e juaja, rreshtat e juaj mirë, edhe plotësoni, rreshtohi në to mirë. Tha se fe inni arakum min wara'i dhahri. Tha për arsye se unë ju shoh nga pas shpinës time. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha unë shoh para, ashtu sikur unë shoh mbrapa, ashtu sikur që shoh para me sytë e mi. Dhe kjo në Sahih Muslim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inni la absuru min wara'i kama absuru min bayna yadayya. Tha unë shoh mbrapa meje, tha ashtu sikur që shoh para meje. Tha unë ju shikoj juve në namaz mbrapa ashtu sikur që shoh para. Por ati porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të i drejtojnë safat mirë. Për arsye se në to mundet me ra hidhrimi Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe kjo mungesë, përse kanë ardhur gjithë këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si porosi o vëllezër, për arsye se na jemi të nevojshëm shumë dhe kjo mungesë vazhdimisht është e njerëzit. Dhe shikonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzit i shmangen pak safit parë, në rreshtat nuk drejtohen ashtu si duhet, nuk i plotësojnë ato që në fillim, një pjesë e madhe ndoshta kanë angazhime, ulen te dera kështu me radhë, e në xhami, pra jemi të obliguar të i afrohemi safit parë, ta rreshtojmë ato mirë, që mos të jemi pengesë, për arsye se kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vepronte. Dhe kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i radhitte burrat e tij, njerëzit, shokut, umetit ti, që i radhitte sikur me i radhitur shkopat e shigjetave. Kështu pra në transmeton Imam Muslimi nga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu.
Tha ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai I cili I radhitte njerëzit në saf drejt bukur mirë, tha sikur me I radhitur shkopat e shigjetave, tha I radhitte mirë. Derisa një herë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha doli që të na fal namazin dhe para se me marr tekbir, para se që I radhiti ato mirë, pasi që I drejtoi safat mirë o vëllezër, tha deshti të merr tekbir pejgamberi sallallahu. Para se të merr tekbir, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha pa dikon në safin e parë që kishte dalur me gjoksin e tij përpara. Dhe u kthyi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt xhamatit të tij dhe tha: "Ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Tha rob të Allahut, kujdes shumë, do të I drejtoni safat e juaja mirë, tha apo do t'ju ndryshon Allahu xhelle xhelaluhu në mes fytyrave të juaja. E tha Imam Nawawi rahimahullah, të ndryshon Allahu xhelle xhelaluhu në mes fytyrave të juaja, tha është për qëllim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak largesës dhe mos radhitjes mirë që të bashkohesh me vllavin tënd në saf dhe të drejtohesh në rresht ashtu sikur që duhet, e të hidhrojsh Allahu xhelle xhelaluhu, e pastaj Allahu xhelle xhelaluhu të fut hidhrimin dhe urrejtjen në mesin e juaj dhe në zemrat e juaja. Se kështu ardh në hadithin e Sahih Muslimit nga Ebu Mes'udi radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha na porositte mirë që të I radhishim safat, dhe kur dilte në namaz, tha na prekte me dorën e tij gjoksat tonë dhe supet e tona që të radhitemi drejt dhe bukur dhe mirë në safet e rreshtave të cilat janë në xhami për të falur namaz. Dhe na thonte, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istawu, drejtoni mirë safat, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Drejtoni ato mirë dhe mos I çrregulloni safat, tha e të ju çrregullon Allahu xhelle xhelaluhu zemrat e juaja, e të prishi pastaj dhe mes veti dhe moskesh dhe dashuri. Por kjo është një rregull o vëllezër I Islamit që I kushton të rëndësi shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të I drejtojmë safat tona mirë dhe të I mbushim ato mirë që në fillim edhe kit kujdes ta kemi vazhdimisht në çdo namaz ton, se kështu kujdesej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk lejonte që të ketë zbrashtira në mes njëri tjetrit në saf dhe në rreshtat e tyre, por porositte që të rreshtohen në radhat e tyre bukur mirë, edhe thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala tadharu furujat lish-shaytan. Thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij, tha drejtoni safat mirë dhe mos lini shprastira për shejtanin në mes jush në mes safave të juaja. Dhe një ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë të vëllezër, duke I drejtuar safat mirë dhe porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, në hadithin që transmeton Imam Ahmedi, Abu Dawudi dhe Nesaiu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, porositi tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Rusu sufufakum", drejtoni mirë safat e juaj, edhe mbushni ato mirë, edhe ofroni komt e juaja mirë, edhe supet e juaja mirë, edhe drejtohi bukur mirë, tha mos lejoni në sprastir të shejtanit të ketë safat e juaj. Fa inni ara ash-shaytana yadkhulu min khilal as-saf ka'annaha al-hadaf. Tha unë e shoh shejtanin duke u futur në zbrastirat e safave të juaj, sikur që futet qingji I zi. E shoh tha shejtanin duke u futur në zbrastira si një qingj I cili është I zi, sikur ato kingjat që I thomi na të dhenve të zi të vegjël që e gjën vendin. Ashtu mundohet që të futet shejtanin në zbrastirat e safave. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është porosia jona përse kështu, për shkak që të I bashkojmë zemrat tona dhe të kryjmë ibadetin ton ashtu sikur që Allahu xhelle xhelalu na ka porositur, se nga përsosmëria o vëllezër e namazit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është që na të I plotësojmë safat tona dhe të I drejtojmë safat tona, por mos të bëjmë gabimin e cila ndodh ndonjëherë që të I hapim kombët tona më shumë se sa nevoja e cila kërkohet në saf, e pastaj mos të kesh mundësi dhe të afrohesh dhe ti. Por këmbët hapen aq sa janë kipet e njeriut
që të bashkohet me kipet dhe me kombët dhe të jesh i drejtuar nga kibla, për arsye se ti bën adhurim Allahun xhelle xhelaluhu, dhe mos të jesh shkak që dikondin ta bësh që ai të largohet koncentrimi i tij në saf nga adhurimi i tij, po të jenë të gjithë të rreshtuar bukur dhe mirë, siç porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mos të lëm në zbrastirat tona, po që të jetë plotësimi i safit parë dhe pastaj të jetë i dyti, dhe nëse ka zbrastir dhe nuk ka njerëz të jetë pastaj ai i fundit, e kështu me radhë. Dhe gjithherë vëllezër kujdesi të jetë safi të vazhdohet që nga imami. Vlerësimi i safit të parë është shumë i vlerëshëm, edhe duhet që të rreshtohen muslimanët mirë, që nga imami duke shkuar paralel në të djathtë edhe në të majtë, sa në të djathtë dhe në të majtë, edhe kështu do me thonë plotësohet safi parë, edhe pastaj i dyti dhe pastaj i treti e kështu me radhë. Nëse jetë shprastira pra ta i safi cili ka mbresh shprastira, dhe do të vazhdojmë inshallah në xhumon e ardhshme, nëse jemi gjallë, të shpjegojmë për disa dispozita se nëse je vetë në saf edhe si duhet me vepruar e kështu me radhë. Allahu ju shpërbleft, Allahu nderoft, që bëtë sabër dhe dëgjuat. Allahu e lusmi që Allahu të na drejton ashtu si është e nevojshme në xhamin dhe në shtëpinë e tij, dhe të i praktikojmë porosit e të dërguarit të tij, ashtu si Allahu xhelle xhelaluhu dhe i dërguarit i na kanë porositur dhe dëshirojnë nga ne. E Allahun e lusmi që zemrat tona të na bashkon. E Allahu xhelle xhelaluhu nga gjitha problemet Allahu të na largon, dhe nga urrëtitjet dhe gjitha ato të cilat janë armiqësi në zemrat tona Allahu të nxjerr dhe të largon, e të fut në zemrën tonë dashuri, e të bashkohemi sikur që bashkohemi në safat tonë dhe në jetën tonë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.